Bashkia e Këlqyrës ka mbyllur 10 mujorin e këtij viti me rezultate pozitive në mbledhjen e të ardhurave vendore. Sipas përgjegjës së sektorit të tatim taksave, Leonora Jakupi, plani të ardhurave nga bizneset dhe taksat e tokës është realizuar në nivelin 60%. Të ardhurat shkojnë deri tek 60%, të përmbledhura me biznes, me familje, me toka. Të përmbledhura të gjitha njësitë administrative, Suk, Ballaban, Dëshnicë dhe Këlqyrë. Por kemi dhe debitor, të cilët nuk i kanë derdhur taksat deri më tani. Në Bashkinë Këlqyrë kemi 178 biznese, 154 janë bizneset vegjël, 24 janë bizneset të mëdhenj. Përfshirë këtu dhe njësitë administrative, Suk, Ballaban dhe Dëshnicë. Kemi patur dhe celje të reja, por neve me paketën fiskale e kemi lënë që celjet e reja nuk tatohen për një vit. Përveç se masave shtrënguese, ne kemi marrë dhe disa masa lehtësuese për bizneset. Masat lehtësuese nga ana e bashkisë u kemi ofruar mundësinë e pagesës me këste, për të gjithë shumën e detyrimeve që kanë bizneset kundrejt bashkisë, duke nënshtruar dhe akt marrëveshje midis bashkisë dhe bizneseve. Megjithatë, Jakupi thekson se problematike vazhdueshme mbeten debitorët, kryesisht bizneset e vogla, që nuk kanë shlyer detyrimet ndaj bashkisë. Ajo u bën thirrje subjekteve të respektojnë afatet ligjore. U bëjmë thirrje të gjithë bizneseve, familjarëve, për të shlyer të gjitha detyrimet e tyre brenda afatit të caktuar, sepse në të kundërt do të merren penalitete dhe më shtrënguese, deri në ndjekje penale. Bashkia pritet të intensifikojë njoftimet dhe verifikimet ndaj bizneseve që kanë detyrime të pashlyera me synim për të rritur nivelin e arkëtimit deri në fund të vitit.